Situata me përmbytje në bashkinë Vaudes është më shqetësuese pasi proji Glinës ka shkaktuar dëme të mëdha në këtë zonë. Janë rreth 100 banesa të përmbytura, gjithashtu edhe në bujqësi dhe blegtori ka dëme të mëdha, ndërkohë pritet që të bëhet edhe evokimi i banorëve në ato zona ku kërcënimi nga vërshimi i ujit është më prezent. Vaudesi është pak më problematik sepse proji Glinës ka dalë jashtë shtratit dhe po bën një përmbytje shumë të madhe në të gjithë qytetin e Vaudesit. Deri tani janë rreth 100 shtëpia që kanë prezencë ujit. Damet janë shumë të mëdha në Bagti dhe në Shpend dhe me Blet, me kusheret e Bletëve, por shpresojmë që të paktën mos rrezikojmë jetën e njerëzve sepse situata është mjaft e rëndë. Gjithë stafi i Bashkisë Vaudes është në terren, është në përkrah njerëzve. Besoj që çdo gjë do shkojë mirë në evakuim, po shpresojmë që mos kemi nevojë për evakuim. Kryetari i Bashkisë Shkelje theksoi se duhet një ndërhyrje serioze për sistemimin e projit të Glinës, i cili ndër vite ka shkaktuar dëme në këtë zonë. Kemi nevojë për kosha me gur, hapjen, pritat malore dhe asfaltimin e rrugëve për me forcu si tip diget që mos me lanë me thy, sepse po ta shikojmë maneja ka thy dhe rrugën dhe ka marrë për ka hyrë në banesa ujë. Bashkia Vaudes është në terren për të ardhur në ndihmë banorëve të cilët rrezikohen nga përmbytjet që kanë përfshirë kryesisht qytetin.